me i dalë zot hajni të tokës tonë, kjo është pyetja që kena për ju zë e dashur. Në qoftë se ti do i dalë zot hajduti të tokës tonë, pritë edhe përgjigjet. Kërcënimet na i kanë bë familja Fatmir Shpes me adresa falco. Tusha, tu përmend pluma, gjitha këto. Nese kena kërcënuar si herë se po të kishim dash me kërcënu me forcë me gjitha burra që janë këtu e kishim bërë shumë rahat. Na jena drejtu institucioneve drejtësisë, jena drejtu shtetit shqiptar, me i dhanë të drejtë ti popullit, me pa dokumentat dhe me dhanë të drejtën ashtu siç është. Kryesor duhet të ndalohet 1 minutë më parë. Masakra që po bëhet sot në Rjoll, masakra mjedisore, është e frikshme. Është e frikshme sepse Rjolli vazhdon të jetë akoma një zonë rams. Është zonë mbrojtur ndërkombëtare nga konventet ndërkombëtare dhe kryesorti nuk lejohet për të ndërtu këto. Është leju sepse qeveria shqiptare ka ndryshuar ligjet në favor të personave që intereson asaj. Ligji është ndryshuar me pretendimin që po ndryshojmë ligjin e zonave të mbrojtura që të përfitojmë banorët e zonave të mbrojtura. Pra, mbas këtij ligji duhet ishin legalizuar shtëpiat e rrjedhorëve që janë të ndërtuar me këto. Nuk duhet ishte dhënë një lejë ndërtimit për një oligark që do të çojnë gjitha fitimet në xhepin e disa individëve. Një grup njerëzish që financojnë qeverinë çdo ditë. Po të ishte bërë ligji për zonat e mbrojtura për banorët, të paktën zoni jonë do ishte një gjuhë herë. Qeveria do kishte reaguar herë. Pa nuk ka Shkodra i deputet, pa nuk ka Shkodra i prefekt, pa nuk mundet një ministër me dalë me majt një qendrim për gjithë këta banorë këtu që po vinë tash 2 muaj rresht të protestu. A nuk jena na pjesë e Shqipërisë? A nuk jena na qytetarë të shtetit shqiptar që injorona në këtë mënyrë nga shteti jonë? Kryeministri vjen me kërku votat, deputetet i vinë me kërku votat të Rjollit e Velitojat të gjithë. Po sot që janë të na vije pronën, ku janë ata? Se nuk reagojnë deputet, se nuk vinë me një gjuhë të banorë, po të vinë mërti një gjënë atë ju thojnë, e keni gabim, jeni të rajtë. Ka është vinë thojnë? Që se kekna të rajtë, po nuk ka burnane që mundet marrë këtu dhe me thanë jeni të rajtë. Se jena i fshatit tanë, që kene jetu këtu me shekuj, e historia të regon. E Fatmir Shpeza s'ka jetu një ditë të vetë me këtu me familjen e ti. Gjyshi dhe stërgjyshi Fatmir Shpez janë vranë rjotë malësis madhe. Nuk kanë lidhje me ato varreza që shikoni gjitha të. Varreza që kanë majtë për tonë me bërë, e i kanë rujtë. Pavarësisht se kanë varreza me shkrime otomane dhe na jina të besimit katolik, që ju kanë tentu me na këtë çështje fetare, por nuk ka lidhje fare me çështje fetare. Se prona nuk është çështje feje. Absolutisht që secili nga ne ka lidhje në një besim fetar. Dikush e ka ndryshuar, dikush ka vazhduar me besu, dikush e ka përforcuar, dikush thjesht e respekton. Është çështje personale dhe nuk mundena fare me këtë në çështje fetare. Fatmir Shpeza ka këtë në çështje fetare duke thënë që ata tentojnë me i dëmtu vorre se janë vorre muslimane. Dhe unë jam muslimane, këto janë varrezat e mia. Por kjo nuk është fare provë. Fare fakt. Ato varreza janë varreza që nuk e din askush se ku i kanë kënë. Pleq to nga 80 vjeç sot në përshpia i mojnë men ato varreza fëmijë që kanë jetu këto dhe tregojnë historitë se si baballarët e tyre i kanë binë dhe i kanë detyru edhe me rrethuar që mos me i dëmtu kafshët. Ne nuk i kena prek kur ato varreza. A i tha kam vuroje private se maskaren të ndash me prek vorret. Po harroj mrapa sa tha dhe gjatë tjetër në opinion. Bas 1990 sa kanë ardhi grup nga Durrësi apo Kution sa dhe kanë ardhur dhe kanë hap varrezat për me panë që ose ka të sa. E djellorin, a s'ka pas horat. Tash në qoftë se kanë ardhur nga Durrësi më djali dashur, ç'a fajt kena na, ç'a përgjegjësiet kena na për prekjen e varrezave. Ndërkohë që na kena rujt me shekuj ato varreza. Po ty s'kena si bërgje herë pra si gjë se s'ke lidhje me këto varreza. Dhe faktet, historia tregojnë shumë qartë që ai s'ka lidhje me këto varreza. Kena varreza më përtej, në varreza me shkrim otomane. Ka varreza në përgjithë Shqipëri, po gjithkund ka ato ka Fatmir Shpez, ku pas ka varreza me shkrim otomane? Se nuk kam paun që ka shku kush me marrë tokë ku ka varreza. Dokumentat e Fatmir Shpezës duhet me i hetu 1 minutë më parë prokuroria e Shkodrës. I kam thënë edhe herë tjera dhe jo them çdo ditë. Në qoftë se në Rjoll ndodh një problem, një fatkeqësi që unë uroj kurrë mos ndodhin, përgjegjës është prokuroria e Shkodrës dhe qeveria shqiptare
që e ka dhënë Fatmir Shpezës një certifikat pronësie, ajo gjyqtarja Vojsava Kola, me Alex Nikolin, me gjithë ato që kanë firmosat të vendim, të gjithë eksperta që kanë firmosat të akt ekspertimi, të gjithë noterë që kanë falsifiku letrat në favër të Fatmir Shpezës, janë fajtor.